po shkojnë më shumë qytetarët për t'i kthyer apartamentet e tyre dhe për t'i dhënë me qira ditore. Interesant në fakt është sepse të gjithë mendonim se Tirana do ishte, meqenëse është dhe kryeqyteti, do kishte numrin më të madh të Airbnb-ve. Faktikisht e ka Vlora dhe Saranda. Nëse regjia mund të më ndihmoj me tabelën e numrit të Airbnb-ve, për shembull, Vlorë Sarand ka 10.190 struktura akomoduese me qira ditore ose Airbnb. Pastaj vjen Tirana që ka pothuajse gjysmën, 5.228, më pas vendin e tretë e Zedursi, 3.793, Golemi me 1.330 dhe vendin pas Golemit ishte një surprizë Shkodra, se duket turizmi është fokusuar dhe atje, dhe shumë mbrapa ka ngel Korça me vetëm 696 struktura akomoduese, pastaj me rast Shëngjim, Berat, Kashar, Elbasan. Dhe Kashari? Edhe Kashari. Edhe Kashari veç ndoshta duhet shkonte te Tirana nëse Vlorën dhe Sarandën klasifikojnë bashkë. Kashari në fakt është më shumë për këto vilat që merren me qira 100 euro e lartë ditore që bëhen festat ose aktivitete të ndryshme. Dhe Elbasani pak më pak, ndoshta edhe unë mendoj që Durrësi dhe Golemi mund të jenë bashkë. Gjirokastra e kishim. Durrësi dhe Golemi kanë qenë gjithmonë në top. Do të jetë Gjirokastra, do jetë dhe Kruja ka goxha. Ndjenin time ka goxha. Kjo është raditja, sipas 10 qytetet me numrat më të mëdhenj të. Janë më poshtë, ndoshta Gjirokastra i ka të përshtatshëm si hotele ose guest house dhe shumë patjetër. Në atë lloj formati ka. Këto bëhet fjalë për Airbnb-t. Airbnb të regjistruara në platforma edhe në Booking, po ashtu. E qartë, ku shihet trendi interesant the që është gjithashtu Shkodra, po ku pritet të ketë një shtim të apartamenteve me qira ditore? Po nuk e di në qoftë se do ketë një shtim të apartamenteve ditore, se nëse kalojmë tek të dhënat e tjera, na rezulton që nuk e di nëse më ndihmon dhe regjia. Po bëjmë gati edhe tabelën tjetër. Trendi është në rënje. Është në rënje. Pagesa për net qëndrimet është në rënje. Kulmin e ka pasur në vitin. Ja i kemi këtu çmimet mesatari qirasë, domethënë për Vlorë Sarand nga 38 në 66. 6 është bruto, 38 është neto, dhe kjo nënkupton që në qoftë se strukturat akomoduese janë të zëna në përgjithësi diku te 17-18 ditë, bëhet një përpjestim i drejtë për të gjitha ditët edhe rezulton. Në këtë tabelë ne kemi çmimin mesatar të qiras për çdo qytet, shohim që ka një trend rënëse deri në Berat, ndërkohë ardhura neto përfshin kjo kostot që ka energjia elektrike, pastrimi e të tjerë? Jo, kjo nuk e përfshin. Çfarë është parasysh? Qëndrimi, zënia. Qëndrimi, pestimi të ardhurave për 16 ditë për çdo natë. Po, e qartë. Okej, me se shohim, kemi Vlorë Sarand me 66 euro. Që mbajnë edhe çmimet më të larta. Golemi 68, sepse janë zonat bregdetare. Durrësi pak më pak, Kashari, Shëngjini, Shkodra, Tirana me 42. Edhe kjo është mesatarja vjetore, domethënë është bërë një përpjestim i drejtë për të gjitha muajt, sepse sigurisht në Vlorë Sarand nuk është 66 euro në sezon, është më shumë, dhe në sezonin e dimrit është sigurisht më pak, por është përpjestim për net qëndrim vjetor. Po, vjetor. Dhe nëse shohim, Tirana është 42 dhe e ardhura reale është 25 euro nata. Më e ulta, nëse e krahasojmë pastaj pa Korçën, Elbasanin dhe Beratin, që edhe numrin e apartamenteve me qira ditore se kanë shumë të lartë. Me këto të dhëna i bie që të ardhurat me Airbnb për Tiranën mujore i bie 750 euro, por pas britur kostot që janë ujë, drita, pastrim, amortizim, çdo gjë. Kështu që nuk e di se sa e lëvërdisshme gjysma e çmimit të fituar për